Asa Abdullah, selamu alaikum dhe një herë këto. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Përshëndetja më mirë që mund të ekzistoj këtë gjithësi, janë fjalët e të madhit Allah, assalamu alaikum. Allah të nderoftë ya Rabbul Alamin. Amin edhe ty, Baca Abdullah. A bon me nis këtë intervist unë te me një pyetje shumë amel ma ktheve selamin. Dhe qysh ftyra të keshi shumë me knatësi. Pse me kaq shumë knatësi ma ktheve selamin? Sepse e dim, edhe mbar bota e din, se selam do të thotë shpëtim. E selam, Zoti i madhruar do t'i përshëndes banorët e xhennetit me fjalën selamun qawlan min Rabbir Rahim. Selami është ati që është i gjithë mëshirshëm, i Zotit të gjithësisë. Për atë, kur e ndëgjojmë selamin, zemra kënaqet. E kënaqet zemra kur sot në ditë të sotit, rinia jone ka kuptu vlerën e selamit, edhe nuk të përshëndet mirë dita, mirë mrama, buongiorno, kalispero, ato në gjuhë e italiane ose franceze, po të përshëndet me fjalën që e ka ninë shpirtën zemër se është musliman, edhe përshëndet me fjalën assalamu alaikum wa rahmatullah. Baca Abdullah, sot, ku po jetojmë një kohë të modernizimit, po edhe kur kem fjalën shqipe, mirë mëngjes, mirë dita, mirë mrama, tunxha tjeta, ama mirë të përshëndetin në gjuhën shqipe, ama me selam aleikum, dikush s'den çfarë do të thonë kjo. Çfarë po më thotë? Une po flas me fjalë të miqës tem, Recep Hoxhën, e kom pas miq, pas ndjes, shkrimtar në lugjeve të verdha, me siguri në shkollë e keni mësu ju. Më thëke edhe mirë dita, bre, edhe mirë mëngjes që në fjalët e Zotit. Thosha, po braq, po, në shqiptarë që jemi, sa jemi? 7 milion, hajde 15, hajde 50, po assalamu alaikum, është përshëndetja e 2 miliard shpirtave, 2 miliard krijesave të Zotit këtij shekulli. Për atë, unë i preferoj jo pse jam i indoktrinum prej arabizmit, po jam prej bindjes ndaj Zotit madhnushëm që selami është shpërblim, se Muhamedi a.s. ka urdhëruar shkepeni selamin, se selami ju shton dashurinë. Baca Abdullah, ju jeni marrë me tregtia, po? Ashtu. Po ju ka ra se ju bjen sot tregtarëve më dalën për vendet jashtme. Ashtu. Mi thonë hi, hello, internacionale i morin vesh. Mi thonë selam aleikum, shumë mujnë mos mi marrë vesh. Nuk kisha më thonë asisoj, se unë kam shku në Paris 3-4 herë për tregti, për mall. Besoni aty ku kam shku une në gjitha, edhe pse ka pas edhe jevrej me tregtar të mëdhejt, jevrej, e dishin që na jemi musliman, se punëtorët, shumica që punojshin aty ishin musliman, edhe me përshëndetje islame, assalamu alaikum, ju kemi thonë. Në Parisin e Francës. Allah. Nuk po flas për lindje, për Beirut, për Kairo, për Damask, për Halep, se në Halep i kam pas 2 motra të martuara, aty ka qenë fati ka dorë Zoti, dhondën e madhe e kam pas mjek, edhe motra madhe o martu aty, edhe mos flasim, kur kam shku herën e parë në kufi atje, me një assalamu alaikum kanë shtinë zyre polisë edhe doganierët, si është mundën në kohën, në Republikën e Jugoslavisë, në shtetin e Titos me pas besimtar. Atë i kom tërgune se na i kemi gjitha drejtat, se na kemi medrese, se na kemi fakultet në Sarajev, në Prishtinë, në Shkup, edhe gjithmonë kanë qenë falënderues, sepse elhamdulillah që Islami është i shkepën në gjitha anët e botës, jo vetëm në Arabi.